sa do hajm, ngrën ballokume. Edhe ju thash, çdo ditë vere dielli është ndryshe, s'm besua derisa e pat vet. Jo. Ishte fiksi diell vere. Diell vere o zemër, diell vere. Dimër Kesiana dhe del dielli se dita verës. Flasim për ditën e verës. Dita e verës. As nuk të falet sot që je veshur si diell. Faleminderit Pra Krista. ai veshur sot me ngjyra kështu lara se të sillem çik Shumë verë. vishëm për herë, fakt. Unë e kisha për herë të parë që të haja ballokume. Oh? Për herë të parë në S'kishe jetë. ngrënë asnjëherë? Për herë të parë në jetë hëngra ballokume këtë të shtun mistike. Si të duk ngrënja e ballokumes për herë të parë. Nuk mund të thuash se s'të pëlqen shumë. Nuk mund ta thuash. Sigura bie. Jo. Zemra ka super shi ato. Do të Sigura shkruan ballokume bie. në emër, se sigur se Ballokume tropoje. Po pra, po se ne I bëjmë si kështu sigura bie. Krista dhe I ka specialitet buk. pastaj Pa, se unë- është rritur me këto. Unë e din tashmë të gjithë për ardhjen time mistike nga qyteti I bekuar I Sërrikut, që është shumë afër Elbasanit. Edhe kam diri çik më shumë të traditën kur kam qenë e vogël, se tani sikur s'ndjet më, Që do bëni ju atje në Elbasan, Sërrik? Ti besoj dili atje në Elbasan qendër, Qëndër ku ishim ne te Kalaja. me kalamajt. Po, ka një gjë, domethënë, përgatita për ditën e verës, përveç kësaj që tham ne që nuk e di për rastësisht, unë sa herë kujtohem për ditën e verës dhe sa herë shoh fotot e vjetra, është gjithmonë diell. Po. Ose ndoshta se kur ka qenë fshi s'kam dalë, s'kam foto. Lëm dhe kjo. Po, do të them që përgatitjet fillonin që një javë para. Po. Blieshin vezët, blieshin bojrat. Po për të mos u ngatruar me Pashkët, se për Pashkët bëjmë vezët e kuqe me Santion. Po. Për ditë verë ne I bënim me lule. Po, sa Vizitonim bukur. diell, vizitonim lule. Për të sjellë mbarsil. Dhe ballokumet zakonisht ne I blenim, se aty është tradita që ti shkon dhe e blen aty tek në Elbasan, pra tek qyteti I traditës. Po vet mami, me sa mbaj mendun ose nëna, I përgatiste si gurabie. Që theti, gurabie kështu të ngjashëm se ballokumet duan dhe shumë punë. Duan. Ne provuam vet. vet. Ne e pam se sa e vështirë ishte Të del shpatulla nga vendi, po vetë kemi përgatitur gjithmonë. Gjithmonë? Kemi bërë edhe brek me lek. Të ka rëndë ju leku. Do isha me fazë, do isha këtu, ndoshta. Ose do thjesht do ishte mbytur. Jo, Nga këto. në fakt ne kishim një traditë tjetër, kishim kështu me bryzulyk. Verore. E di që bëheshin Ah, kështu verore. Verore Që ti kam heq vënë. kur shef një dallë Po, ndryshe. që ka vlerë ata Shprej një dëshirë është ajo. Po, dhe të E gjithë varet e kalamajt e pema. A ka vegjël. qenë dëshira edhe të bësh si Gjergjina Rodriguez. Ej, atëherë se njëja Gjergjina. Rafika. Nuk njëja Gjergjina atëherë, po, njëja këto, aktorët e filmave. Unë Jo, si është, doja thoya që kur ishim vegjël, mblidheshim gjithë kalamajt, për shembull na bënin gjyshet fjongo, që quhen këto. Verore. Gjyshe ime akoma ma bën. Po pra, dhe thoshte mos e hiq deri kur të shohësh dallën dyshën, dhe ne kemi pritur deri kur shifnim dallën dyshën, ajo u bënte kështu shkrum fare, e u përsjente. Sa bukur. Unë doja ta vija veroren këtë verë, e kam vënë gjithmonë veroren dhe hiqja kur shifja dallën dyshe varet e pema. Këtë herë, para ca ditësh pash I dallën dyshe. Oh. Dhe s'kisha vënë verore. Edhe thash, unë e pash dallën dyshe dhe pse ta vë verore? Po, nuk e vura verore fare. Këtë vit iku pa verore. Po unë E çam kujtove me këtë? Kam pasur një episod një herë, nuk e di I sa vit ka qenë. Edhe pa ta vënë tek pema, pasi pash dallën dyshe. Po thonë legjenda thonë, që dallën dyshe të vinë e marrin dhe bëjnë folen me këta. Sa bukur. Dhe unë për Oh? 3-4 muaj rresht e shifja te pema dhe nuk e merrte asnjë. Do Wow. kisha hënë e foles dallën dyshes, kisha hënë dëshirës time. Që s'do plotsohej. Më duke kështu the, dallën dyshe ka personale me mua, pse se merr? a është plotësuar sot ajo dëshira jote? Unë nuk e mbaj mend fare që dëshira ka Do qenë. ke qenë me dalë xhiro Po, me mund në të- Elbasan me hangën e drejtë. Por mund të them që nga I moment unë nuk mbajta më. Nuk mbajt. Ja, Nuk mbajte se më? mori dallën dyshe tash unë jam delegjie. Vazhdoj të Po besoj. duhet ta lësh në ndaj pemë që nuk e shef për ditë Kristela, që thosha, ka marrë ka. Jo, ne lini të rëndafili, nuk e lini në pemë. Të trëndafili? Oh, trëndafili Oh, sa Po mas më ka shgënjur ndonjëherë Mos e dallën ka marrë dyshe. bletët për të bërë folet. Se ngren dot të shpirt. Unë personalisht nuk e kam festuar kur ditën e verës, me sa duket, sipas regjisë para se të nisim regjistrimin dhe pas kur kam festuar vjet, Nuk e patë mend. të festën e bulevardit, nuk e dija që ishte festa ditës verës. Nëse ka Ti rastisa aty. Thjesht u rastisa aty, u kënaqa shumë. Këtë vit do shkoj prap dhe do e di që ka për ditën e verës e pista që do shkoj. Klea, Tjetër tani se këtë vit ishe. Klea vjen O, të ka shku. po.
Ka shku Klea vjet te festa, duke thënë ç'është dita flamurit, okay, hajde. Klea nuk intereson si ka që t'jetë fest. E di çka ka qenë dhe një gjë shumë e bukur, kur fillonin këto një natë para që bëshin gati, mami merrte disa qese ose çanta dhe fuste një jarr këtu për dajen, një jarr këtu për tezën, një jarr këtu për komshien, fuste nga një vestë secila, nga një ballokume gurabie secila dhe ishin gjithmonë edhe ato dolce çka kanë qenë ato. Si kek të vegjël, në moll, në portokall, në banane dhe gjithmonë këto pakot ishin njësoj për gjithë. Ore ju pasni pas vit të ri për ditë verës. Edhe i shkëmbenim, domethënë vinte 14-ta, shkojon te teza me këtë çantën, ajo më sillte tekstualisht të njëjtën qese me të njëjtën banane, moll, me gurabie dhe arr, po varet se dora tezës ishte ndryshe. Normal. Provojnë të ballkumet njëri tjetrit. Si puna baklavas, kush e ka bërë më të mirë. Qartë. Jo, për shembull ne nuk e kemi këtë traditë që bëjmë ballokume, po bëjmë kështu shëndetli. Janë këto ëmbëlsirat, besoj se keni provu. Thjesht sa për ta rikujtuar që Nuk ishte qërpare. Ore kam bërë unë shëndetli. Po, unë kam bërë për vit të ri. Një herë prap, për herë të parë që provoj shëndetlin që qen ka për ditën e verës. jo, nuk është për ditën e verës, po thjesht Sebepi. kupton? Ose ne që kështu. Ditë feste. Po, për si festi ose bëjmë punët, për shembull, ke parasysh çosh e pastron të gjithë shtëpinë që të gëzoj vera me freski ose Bën kurora me lule. po, që i vjen te koka. Mua më pëlqen si ndjesi. Dita e verës është e bukur, se është fiks tina ku çelin lulet, çelin pemët. Kësja do të vëjmë ta lulet ty tani. Unë se di, unë nuk e pas kam djerë ka i shumë e motor këtë ditën e verës. Po ku ka ditë verën fjerë. Po, këtë Atëherë vitër shi, na ka thënë atë me gjendje. Aty vaksi në Më që ka qenë dhe bënim atë koncertin të shkolla, po kështu ta festoj familjarisht me ndrime çka këto geta, sapunra. Jo. Jo, më Kjo motor. ka traditë, se është nga Cerriku, nga Elbasani. Ndërsa ne që jemi nga zonat e tjera, se kemi kaq shumë të ceksuar, me të drejtë. Okej, ditë verë, thotë është datë 14 fillon ngrohet koha, po fest për 14 ditë verë. Zemra. Ti ke ditën në filxhanit. Po pse ka lënë ditë 14 këtu më habit? Çka ka ndodhur? Duhet të ketë një histori. O zemra sepse po Veç ta ballokume, çfarë histori e ka? Jo, po ta mendosh 14 mars, ngjan shumë kështu si ditë, një datë që mund të jetë një fest ditë e verës. Dhe aq më tepër kur është para riklindjes së një ikone. 14 si numër, janë kështu si ditë verë. Okej, jam shumë dakord. Kur e mendon? Kur e ke Po mund të shkonte ditës verës, edhe ishte për shembull 3 prill. Bukur do ishte, shkonte. Po, jo. Vin ato plakat e dimrit. Plakat e dimrit, plakat e pranverës, janë ato që bie shi gjithë prillin. Po, nëse është e bukur. Më mirë ta kishin lënë me 14 maj, u pa punë kalon të shiu. Po që fatkeqësisht nuk festohet më. Siç është festuar dikur. Jemi pikolluar familjarisht. A e paci si festohet, jo vetëm në Elbasan, po dhe në Tiranë një ditë para, kështu që del Rirnia feston. Feston, po nuk feston si shfestuar përpara. Përpara ka qenë një lezet tjetër që bëj zjarr. Bëj zjarr për ditë vere. Edhe? Bëj zjarr dhe kalamajt kapërcenin zjarr. Edhe që kështu si tradit. Gjëja që sjell mbarësi, që ikin këto ditët e zymta të vitit. Ritual, e ke bërë këtë ritual? Kam bërë moj, si sa kam bërë. A di që është Prandaj jeni këtu ku jeni, se s'keni kapërdir zjarri. A është djeg në i herë në i fmi? Ja. Okej. Jo. Si e ka thënë? Në djenin time, jo. Okej. Unë mendoj që të kalojmë në një tamë selçik, edhe që tregojmë edhe ju se si ne me këto doçka përgatitëm ballokume. Ballokume. Elbasani bukur. Tani, qa është nesër? Dita verës. Dhe ne I kemi marrë masa si gjithmonë, se ne nuk bëjmë pa masa. Nesër do shesim ballokume. Ku? Në Elbasan. Sot do t'i përgatisim, parantez. Por, nuk janë absolutisht ballokume si gjithë ballokumet e tjera. Janë shumë e gjëra. Se po, përveç se I bëjmë ne, Unë do t'i bëjmë me çokoladë, se më pëlqen shumë çokolada. Unë do t'i bëjmë red velvet, sepse Unë do ti t'i qenë gjëra bëjmë kuqe. Unë do t'i bëjmë me fruta pylli, duke qenë se janë të freskëta dhe janë të shëndetshme. unë do t'i bëjmë Pizza. Vëci, Po tani parantez.
Unë përveç se nuk i kam provuar kur ballokume, nuk kam provuar kur t'i bëj. Çfarë pas ke Kështu humbur? që jeni dhe unë nuk di të bëj. Okej, ne do sakrifikojmë vetëm një ballokume që ta provosh ti. Po jo, po ja u them që nuk di t'i bëj. Okej. Okej. Tani, duke qenë se un jam Okej, mirë. Elbasan. nga ato anë, gjysha ime mbaj mend kur bënte ballokume, Po. i hapte gjithë vendin, edhe bënte me duar shkreta. Oj. Dhe kisha po, arsye dhe pse ajo ishte një gjyshe shumë muskuloze dhe ballokumja ka një sekret. Çfarë mendoni ju që ka një përbërës sekret? Kaq pa të nuk jam ballokume. Tani këtë si shkrita gjalpi. No, mos është mjelli i misrit. Ose është sekret një Sheqeri që shkrin mirë apo jo? finjë. Çfarë Finjë! Finjë çfarë? Finjë. Finjë është merret hiri ose qymyri. I dhe tuj. Filtrohet. Kam gjuar që i dhe tuj. I dhe tuj, filtrohet dhe uji që mbetet është sekreti për ballokume të shkrifta Elbasani. Do me thënë ato ujë do ta përdorim këtu. Po. Me E finjë. ke aty kise da finjë merret la. pa. Ua, pas Merre ke më pak afër se finjën e ç'mund ta imagjinoja. Është e filtruar. Domethënë në vend të ujit do hedhim këtë. Po. Okej. Kjo është sekreti. Por ne do Mirë, ta besoj bëjmë që duhet të shkrim gjalpin si fillim, ndërkohë që ti shpjegon se çfarë duhet të bëjmë. Po, shkrijet e furra. Po, dhe siç po thoja, gjysh, më thënë, një sekret tjetër i ballokumeve. Se qa merë Një val. Na u shkri make-upi. Për zotin, ta që na erdhi ky fllad veror. Dhe siç po thoja unë, një sekret tjetër që mama ka mësuar gjyshe. Së tash brumi punohet me dorë. Tash e ka Brumi përshek. punohet me Punohet me dorë. dorë? Po, pa makineri, pa asgjë, vetëm Kështu, me forcë krau. Me forë. Kështu, bam, 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 Me bam. forcë krau. Po kështu bam, ema. Pikërisht, Jo, e okej. kisha me dorën. Kam shumë frikë për atë gjalpin që është aty brenda. Po shkri në rekord. Kam frikë. Ne do donim shumë që ju mos na gjykoni nga ekrani, por të vini në Elbasan dhe t'i provoni. Dhe t'i bleni. Duhet vini patjetër Na se. duhen lek me pak fjalë, leç apo gjejmë shumë për A tekst, na doni duhen keca lek. beba dyshin, se do të nxjerrim neve shpenzimet e keca beba dyshin. Na duhen lek. Sponsorizoni për një këngë të dytë. Si që premtuam, ja ku është gjalpi i shkrir, të i bërit. A shifni një dallim aty ju? Po, Ky shofim. është pak më i bardh, ky është pak më i verdh. Po, ne do përdojmë këto të vertin. Janë të Ne ndryshëm. do përdorim të dyja, Po. sepse unë mora të verdhin, që është gjalp fshati bio, që është më e rëndësishme. Nga Elbasani Por apo? nuk e dija që ne do bënim nga 6 copë secila, mendoj se do bënim më pak, kështu që të tjetrin e blem market. Ne miksaj. Tani, kemi gjalpin e shkrim. Gjalpi ako ashtu, o Gjalpi zotë është bio, fshati është. E Absolutisht. ka bler Krista Tani. nga Elbasani. Do të jo. Këtu do dilja, do hedhim një herë sheqerin. Pastaj hidhet gjalpi. Mirë. Ti hedhim këtu? Hidhet shpirti. Okej. Zemra ime, dashuria ime, ti sheqer hecësja ime. Hidhet zemër. Tani hidhet gjalpin. Ah, gjalpin. Na morën gjalpin e fshatit. Ua, shimora atë që ishte më i verdh. Jo, a? E po tani e bëra me këto duar, një gjë do e përfitoja unë. O sa Përzihet tani. Përzihet ai. Tani nuk do të marrë të O mira. zemër sa herë të mirë ka ky gjalpi, nuk e di domethënë. Kujdes mos e përzihej shumë. Wow! Nxirja nervat. Klea si është ta shofësh të procesit, Mos të çfarë? mos Mos të çfarë? të marrësh përgjegjësinë ta bësh. Un po t'jap energji, jemi trup. Ne po bashkëpunojmë. Trup më trup. Ema, nëse ti nuk i bën ballokume si duhet, unë do të tradhtoj me dikë tjetër, se do gjej ballokume më të mira se tona. E pra. Klea, Që që je se ti nuk e marrë të gjë. Po nuk jetoj për burrin, jetoj për veten. E shef. Po e kam, nuk po di krahun. O, zemra, si po jetë, po prit se të jemi të sinkronizuar e shpirë. Okej. Si po kanë A është mirë tani? Si po kanë gjyshet tona? Më shpejt. Më shpejt. Do kalojmë te vezët pasi kjo gjëja u shkri dhe u bë kremoze. 4 ne dhe Shkri 4 sheqeri, ju. U shkri sheqerin. Dalem me kukriza. Se pastaj dalin si grabie. Absolutisht. Gjate! U kam gabim! Po se më gjujti në një me plum, tash vdisha! Sa të shbrezi kot me. Unë dhe Klea kemi
fix tonë, ne kemi bërë gati këtë konsistencën. Shive, unë shpëtaj emrin tim e ma këtu. Okej, tani jemi te mielli. Po. Dhe du ta hedhim avash Avash avash. avash. Pak mos bëhet me kokriza, okay? Okej, super. Vazhdo ti përzi. Po. Unë jam makineria dhe Kesiana. Po, mirë, po. Do ta majon. Ora lodhemi. Për të spim shumë fuqie? Se ke njerëz të qullët ju? Se di pra. O, çfarë arome? E po si ka mundësinë na ka dalë më e verë? Nuk e di. A marrë mjelli? Po, vazhdo ti. Po aty është shumë ujë atyre. Po pra, ato e kanë shumë ujë, nuk e kuptoj. Po se di pra. Mos do shosh ka që dhe vaj më kështu. Ai mjelli. Çfarë ka emrin me gjalp? Është problemi i gjalpi, sa juve ju është ngurtuar. Shiko sa mirë ju ka bërë aty ne. Po ashtu duhet jetë. Mos ka nevojë për Shumë e butë. Mos ka nevojë për më shumë miell. Ballokumja është e kap dhe plas kështu, do të pak i ngurtuar. Mos ka nevojë për më shumë miell, mendoj? Mirë. U lodha shumë o zemra. Po. Shive? Shifeni pak, mos shifeni. Kjo dorë. Ju do hani nga kjo dorë. Kjo dorë, thot, shiko, nuk thot që e bëri të kristalli. Këto duar. Kristalli bëri Ballokum bërësja ime. Edhe ti. Jemi te finji. Finji! Hajde. Me harru finjen. Harrua. Gjysëm ti, gjysëm unë. Na his shumë pak fare, shumë pak. Regjia thot shumë pak finj. Shumë pak. Shumë! Sa për shkrift? Inshallah po shkriftohet. Prit! Njafta. O, qa ere mi. Lea? Shifra, urdhëro, kam gjetë një tull. Oh, sa Ka dy si këto, Ka dy, po pse s'na shohën? se nuk e di ku është tjetra. Super si Kjo akullore. është për akullorit, por nuk e mban Lea. Okej, do të gjejmë një çfarë. Okej, besoj mbas saj do të bëjmë një tepsi tjetër. Jo, prit tani një sekond. Po për efekt që- kamere, do po të tregoj vetëm këtë. Me që të Vetëm një. thoje më të bukra. Sa i bukur me perla. Me perla, këtu të shesim 2000 lekë më shumë. Shisa Po, bukur? shumë e bukur. Janë marrë të shihni këta. Tani ti hedhim perlën në mes, prit. Po dy pra u bë. Okej, e fusim furr. Okej, futemi. Futemi dhe ne bashkë me ta. Po, të digjemi, të përblohemi. We did it! Bravo! Gocat më të bukura në treg. Si jam zhurë. Gocat më të bukura në treg. Gocat më të bukura në treg. Shihemi kur të bëhen ballokume, me zi po presim ti ham. Ka ti si shese me jema. Na lomshin docka. Shumë e lumtur që kemi arritur në këtë nivel gatimi. Nuk e di. Shikojeni pak. Shikojeni pak rezultate. Perfekta. Shumë të mirë, tani? Ndërkohë që neve do t'i paketojmë sa bukur për ju, shifemi në Elbasan! Jemi në Elbasan! Është Elbasani sonte! Elbasan. Tani çfarë do bëjmë? Tani neve duhet të gjejmë një vend për të vënë stendat. Për para se të bëjmë stand, ne u lodhëm se u lodhëm që i bëva të ballokume. Aq bukur, tani do të shesim. Problemi është a do na shiten, a do i blini. Dhe fiton ajo që i shet më shpejt dhe bën më shumë lekë. Seriozisht? Pa. Okej, do u futemi në garë tani. Kush do shesim më shumë ballokume? Ma thua një sfidë që se ka fituar deri sot, ju lutem. Mos Na thuaj një sfidë që- thjeshta për mua. Na thuaj një sfidë që ne nuk zihemi. Andi gjota fanpage! E kam unë atje bërë cancel direkt. Tani ti je tip Andi Kesian. Jam ky Aldi Gjoka fanpage. Ai që herës me mua, po që Po, që me të dyja. O, sa e bukur moj.
5.000 lekë që të kasa? Hi, babies! Oj gota, oj gota, oj gota. Okay. Oh my god! Sa të bukur! Po sa shumë fan sa kemi këtu Ela. Shumë fan. La të fjarë gjishë projekte. Mirë se erdhët në standën ton! Shifeni pak rezultatin e ballokumave që bën te Vila. Shifeni çfarë kanë bërë Kristiana, diri pak më ndero pak për ato, më ndero pak. Ema, tregoj çka kemi bërë. Ku i keni ato fruta pyllit? Jo, dëgjoj se unë nuk mendoja ashtu siç mendoja ato fruta pyllit që i bëra me përbërësit e Kleas. Ja, I'm not a loser, po tani duhet të bëja. Ideja është që t'i shesim më gosa. Ti shesim, në vajtë të shesa, që vajtë me që shi i duhet. Hajde, ballokume! Ballokume, goci! Jo, nuk 5.000 lekë. Kjo këtu është e imja. 5.000 lekë është e imja. Ne që je 500. Ne është 3. Ne që je i pari është 2. 3. Ose, ka 1.500. 1.500. Jo, ti e instalator. Installator, shumë këtu. 2.000 lekë. Do të blesh një ballokume. Ti duke si kur do të djeve aromën e këtyre ballokumeve dhe do të blesh një ballokume. Një ballokume është për blek. Vetëm 2 ke s'ka problem. 1.500? Bëj e zemër Vetëm 500 lekë. Jepe më ti. Të bëfë dhe mirë. Ai për hanë, sa i mirë. E kam bërë me këtë dotë që bashkë me Klean. Hajde. Po, me që shie do? Me këtë? Okej. Faleminderit. Hajde. Kë ballokume do? Këtej apo këtej? Këtej. Mendoj dhe një. Pizza. Me çokolladë. Me perë. Unë Klea jemi bashkë, mendoj dhe një herë. Unë jam me pa. Me pizza. Me perë, unë dhe Crystal jemi bashkë. Mendoje. Unë dhe Crystal jemi bashkë. Po të iluminoj ju më shikon mua, më shikon tjetër. Shiftu. 2.000 lekë. I diklia i Po. Me Kristiana. Crystal me Emën jemi bashkë. Moje morë lekët, moj, si jam me lekë tash. Uaj, dhe të mirat. Edhe të mijat. Emi Oke, parasim. Bravo. E pa drejt. Parasim. Shiko, unë mendoj që ne mos bëhemi lëmsh, mendoj që ne Mirë të ti dyja vogël, fali ke këtë kështu? njerëz. Dhe këto të Këto të shesim. dyja të ikim 8 njerëz. Okej, super. Dita jo nuk e foto me mua, nuk e foto se s'ma ple me ballokume. Jo, mos më qapo. E ble ballokumen time, Kristela, do të hash të pjata ime ti gjithmonë ti. Klientën time nuk e pesi sa s'kush, okej? Dhe një foto aty. Hajde, ne i kemi ju bashkone. Don time dhe Crystal. Po, gjërën do të dyar. Time dhe tënde. 10.000 lekë. 10.000 lekë ballokume. A ka mundësi se du 2 lekë që ballokume? 2 ballokume? 10.000 lekë. Hey, se na shit. 4.000 lekë të dyja. A të baj 5.000 lekë? Okej. O zima! Sita 2 ballokume tjera. Edhe 1.000 lekë që la bakshish. 2 dhe 2 4, 1.000 lekë bakshish 3.000 lekë. Ora është ballokume VIP ajo. Ballokume po me këto duar. Jo, do jep të shtyre? Ja, blek Crystal hip. Ja, Leve mua. Shiko, unë dhe Crystal kemi këtë dhe këtë. Këto kanë këto. Të lutem, më shiko pak në sy dhe mendoj edhe një herë ballokume në kujt do ble. Unë jam me Crystalin, Klea është me me Klea. Kristianën. Tash i mendoje. Kjo për shumë do Hajde na blini ballokume tona. 3.000 lekë edhe mbyllim këtë muhabet. 3.000 lekë, okej? E kemi së përshi, e kemi dhe me perë. A more me klaqe. Po. Hajde më na blini ballokume. Okej, bravo. Tani do mbledhni njerëz për të shitur ballokume. Do blini ballokume. Andale. Elbasani, ballokumet më të mira të stenda Andeles aty. Aty, të stenda, ballokume me art brënda, 2.000 lekë, super çmim.
A do blesh ballokume 2000 lekë të unë? Do blie ballokume të Klea? Po! Do blim ballokume, hajde bëjmë foto do blim ballokume. Do blie ballokume tona pastaj? Po. Kan hut në kanal. Unë lek po bëj, kjo ka rënë. Edhe unë. Urojmë që të dalë një drenë aq të bukur të dashuria e parë që ka ka ju. Kush ka ballokume? Oferta fundi 3000 lekë. I kemi po vet. Ti kena po me këto duar. Hajdeni. Ti çate mund të Me këto duar tash. Ka pjo Ti te kemi për vet. Kemi rivale, nuk kemi shoqe këtu, okay? Okej. Hajde Hajdeni ti ballokume. Ai Miss Klea. A do ballokume ti duke sikur do një ballokume, hajde! Që të ballokume me? Una jam në qirokasta, a që ka mami në Albasani. Për një foto pash. Po mbledhi njerëz për ballokume. Timen, apo të Kesianës? Unë kam këtë. Kesianës, Me lekët. 3000 lek, mere këtë, do të këtej 2000 lek, edhe ma shumë potja Këtë do ti? Fitova. Unë kam shitur të kristallit. Më Një sfidë. Dëgjoj, prit. Unë nuk e kam fituar, kam si ke momentin tim, se pastaj qash hallet tua. Unë kam shitur të kristallit dhe kam shitur dhe 3 nga të mia. Kështu që i kam gatruar, më vjen keq. Okej, Që kristalli do marrë edhe këto lekët e mia. qa të bëjmë? Por humbja është me nder, kështu që nuk ka problem, ju duam. Do blesh timen? Hajde. 3000 lekë. Bësh mirë. Gjithë janë për ballokumet e mia. Hajde ti me mua për ballokumet. Do vish blesh ballokume tona? Hajde. Moj, qa bëhet? A bët në i lekë? Kam shitë një tënde. Mjep lekët. Po jo, mi do t'jap të timen. Shpeki s'ka me ka shit gjitha. Po pse t'japi lekët ajo, hajde shit një nga imja, do të zëpëndoj timen. Okej, hika një Shiko, kishën dhe. unë po iki kërkoj njerëz, që ju vazhdoni. Në ndero, vazhdo. Hajde ballokume! Ballokume! 3000 lekë. Morë ballokumet e kësaj? Ballokumet e kësaj? Jo, ti do marrë ballokumen time. Ballokumen time. Ballokume do blesh? Faleminderit! Hajde një të stenda e Andales, keni ballokumet më të mira. Do blesh ballokume? Bravo! Hajde, shko të stenda atje larg, ke gocat, po të presin. Bravo! Do blini ballokumet e unë apo jo? Se di që pa afrojni për foto. Po. 3000 lekë! Du ballokume! 6.000 lekë. Jo, ku? Prit më ti! Ballokumen e kujt do? Ballokumen e kujt do? Do të shme? Jo, imi, është me bukur shpërfyrë. Time. Nëse merr 2 i ke 5.000 lekë. Nëse merr 2 cop 5.000 lekë e Nëse merr 2 copë janë 4000 lekë të mia. 2 cop 5.000 lekë se ja ka dhënë të mia, jo ka dhënë të Kleas. 2 copë 4000 lekë. 2 cop 5.000 lekë. Pesa është më e madhe se 4. I bie të marrësh 4 që të kursesh shtëpinë. 4000 lekë. Shikja, ka diplomatja, marrë një këtenja me... Jo. Është me perë. Është me perë, që sa e bukur është. është me dzidza! Nuk është me xixa. Shive është me perë, që sa e bukur është. Se kuqe. E kuqe është çfarë për çesha. Mojti! Edhe ti time, në? Okej, 5.000 lekë. Asiloj paqim, asiloj. Do marrësh ballokumen Ballokume time besoj, jo? time si është me perë po. Okej, do marrë të Kristë. Ona! 3.000 lekë. Se është ballokume... është ballokume Ajo është e imja. E Kristën është aty. Mojti! Këto e ballokumet Sa bën? Ose Ti more time, në? Dhe ti time. Ose unë jam shumë keq në shitje. 2.000 lekë ti? Ose nuk e di. Ballokume, kuqe me perë. Që ishin i 3, unë i kam 2. Ti shita gjithë! Është e pa drejt, është me hile, nuk e di se ku është hile. Kush do me hapi dhe 1.000 lekë për 15? Krista, bravo, toke. E kryve të tyrën tënde. Tani, e kam radhen unë me Klea. E bëri me hile, Kisiana e ka bë me hile deri në vdekje. Zemra po pse me se hile shitema deri në vdekje. 2 cop nga rreshti vet. Po pra, duket se 2 janë një, që nuk e mbaj mend. Me hile. Nuk e mbaj mend, se kam. Ballokume! Ballokume me perë. 2.000 lekë, se punën e kemi unë dhe Klea. 2.000 lekë, ballokume artizanale të bëra me dashuri dhe me art brenda. 2.000 lekë mi. Ballokume, 2.000 lekë me art. Hajde një ballokume. Djali që pleu të unë do
ti do të respektoj. Po. O, faleminderit të bëf të mirë. Tani të bësh artist. Se ishte me art brenda. Ballokume! Ballokume 2 lekë? O, drita! Hajde ballokume 2 lekë. Do merrni ballokume? Mos e ul pasar. Mos e ul pasar. Se Klea ka fëmijë, do na ul pasar. Prisni. Mos e ul pasar. Ne kemi 3. Po. 3.000 lekë. Ballokume! Do ballokume! Hajde merr këtu 2.000 lekë ballokumja, 2.000 lekë. Prit, jo e mori, o shpirt e mori këtu. O shpirt mos ma merr. Shme më të mua apo të flasë. Mele shpirt. Zërë nga lartë. Ta puf, mua je shumë e bukur, dritë djellje. Hajde. Mirë kjo është me kështu e drejtë. Ballokumja e fundit është pranë kam. Ju dua të gjitha dhe po kësaj radhë gati. Faleminderit shpirti im. Shumë faleminderit. Merre këtë. Më të madhen, bravo. O drejt, që është shumë e bukur. Ballokume 2.000 lekë. Ballokume 2.000 lekë. Ballokume 2.000 lekë. Vini të Klea Kristiana. Klea Kristiana. Klea Kristiana. Ku që marrë këtu? Më trastuat. A do balësh 3.000 lekë? Po 4? Ja. Dashin ju 4. A bashi fije? Dashin ju 4. Shisja do lëm pranë. Ballokumja fundit, kush do ta blej? Është me çfarë? Ballokumja e fundit ankan. Fillon nga 2.000 lekë. Me pufjen time. Sa shpejt e shite mo jema. Jo, është ankan në shumë fundit. 6.000 lekë. 6.000 lekë. 6.000 lekë. Iku shpirt. Iku Kristel. Hajde këtu zemra ime. Ballokumja e fundit. Mos ta marrë lekët. 6.000 lekë. 6.000 lekë. Do ta marrim 7.000. 7.000 lekë bleu ballokume. Ine kishte 7.000 lekë që Bravo Ine. Në put pak. O sa i bukur. Ora çuata elbasan pas kanë lekë. Rasti pra. Ta bani la. Sa i bukur. Momenti së vërtetës. Kush ka fituar më Shiko, shumë? unë kuptova që unë nuk jam fare për shikjes. E dim. Fare, do me thëmë vetëm grop. Ema, jemi bashkë. Po shpirt. Ta dish që do kemi bërë buj. 5.000 lekë. 5.000, 10.000, 20, 26. 25. 20. Ne! 34. Me që Klea vendosi që ta kapte dhe të bënte targetin e saj për vetëm 5.000 lekë, ne kemi 28.500. Por, tani do vazhdoj festa dhe do kënaqemi shumë në Elbasan dhe nuk na interesoj fare të lekët, do me thënë deri diku varet. Gëzuar ditën e verës! Gëzuar! 1, 2, 3! Kesa beba, për ju nuk na ha, ana shkallon, e tre me shaha. Kesa beba, liti bam bam, jo go vogën roz, i veç me bombon. Bravo! Bravo! Bëmi dorë lekë Sa sot. u kënaqëm. Unë nuk jam fare për shitje. Nuk e di ka marrë kaq shumë dashuri sot. Viva shpirti Elbasan! Absolutisht. Paçi me Elbasani! Nëse ju pëlqeu kjo që sapo pat, bëni subscribe këtu poshtë! ¡Ándale!